Lider të ndryshëm europian dhe jo vetëm kanë uruar kryeministrin Edi Rama për fitore në zgjedhjet e 11 majit. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në urimin e saj vlerëson përparimin e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian, duke nënvizuar rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit për reformat. Le të vazhdojmë të punojmë ngushtë së bashku për reformat e Bashkimit Evropian. Shqipëria i përket BE-s, shkruan von der Leyen, ndërsa është ndalur edhe tek samiti politik evropian që do mbahet në Tiranë. Urime për rikonfirmimin në pushtet, Rama mori edhe nga presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa, që vlerëson rezultatin e arritur dhe paralajmëron një takim të afërt në Tiranë. Po ashtu edhe presidenti francez Emmanuel Macron ka uruar Ramën për fitore në zgjedhjet e 11 majit, duke theksuar mbështetjen e palëkundur të Francës për rrugtimin evropian të Shqipërisë. Ndër liderët e tjerë europian që kanë uruar Ramën për fitoren janë kryeministri hungarez Viktor Orban, ai spanjoll Pedro Sanchez, kryeministri britanik Keir Starmer, ai kroacis Andrej Plenković, si dhe kryeministri Ukrainas Volodymyr Zelensky. Më herët urime të përzemërta për rezultatin e arritur në zgjedhje përcolli edhe kryeministra italiane Giorgia Meloni, e cila rikonfirmoi se misia dhe bashkëpunimi strategjik që lidh dy vendet janë forcuar si rezultat i dialogut konstruktiv dhe dëshirës së përbashkët për t'ju përgjigjur sfidave globale me zgjidhje inovative. Ne do vazhdojmë të punojmë për të forcuar më tej lidhjen midis dy qeverive tona dhe për të arritur objektiva të përbashkëta, duke përfshirë forcimin e stabilitetit në Ballkan dhe avancimin e rrugës europiane të Shqipërisë, shkroi Meloni. Edhe presidenti i Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, uroi Ramën për fitore në zgjedhje, duke rikonfirmuar bashkëpunimin e mëtejshëm mes dy vendeve.